këtë vit, viti 2026, është viti më i rënd financiar për komunat e Republikës Kosovës. Janë duke u marrë mjete financiare pa drejtësisht gjitha komunave të Republikës Kosovës pa dallim partijak. Vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti, komunave nga vendime gjyqësore, ku shumica e tyre kanë të bëjnë me kontrata kolektive, ju kanë marrë mbi 60 milion euro. Tani, pjesa tjetër është ku Ministri Ekuran Murati nuk e ka zbatuar një akt gjykim të gjykatës kushtetuese sa i përket normës së përvojës së punës, ku gjykata kushtetuese ka thënë që norma e përvojës punës duhet paguhet 0.5% për vit, kurse Ministri Murati e ka zbatuar normën prej 0.25% të përvojës punës që nga fillimi i vitit 2023, vitin 2024, vitin 2025 për shërbys publik. Dhe tani, në bazë të informatave që i kemi nga niveli lokal, numrin e shërbysve publik në nivel lokal, del që shërbys publik, sepse kanë filluar t'i çojnë lëndë në gjykata themelore apo gjykata tjera, dhe dëmi i cili do t'i shkaktohet komunave apo buxheteve komunale për shkak që Ministri Murati nuk e ka zbatuar atë gjykimin e gjykatës kushtetuese, do t'jetë përafërsisht 60 milion euro. Shto kësaj, edhe vendimin e fundit të Qeverisë Republikës Kosovës, ku granti specifik për arsim ka me qenë i reduktuar për komuna rreth 24 milion euro, ku mbi 3.000 mësimdhënës në nivel lokal do të paguhen nga buxhetet e komunave të Republikës Kosovës dhe vlera do të jetë rreth 24 milion euro. Ministri i Pushtetit Lokal mori vendim, apo Qeveria e Republikës Kosovës mori vendim që grantin për performancë, shumën e cila ka qenë dedikuar në ligjin për ndarjet buxhetore të vitit 2026, ka qenë 4 milion euro. Mirë po, në mënyrë jo ligjore, ata i përgjysmuan këtë grant dhe vendosën që në vend të 4 milion euro të jetë 2 milion euro. Do të thonë, dami ndaj 5 komunave përfituese është rreth 2 milion euro. Në total, këtë vit, do të thonë, bazë llogarive tona, i del që komunat do të dëmtohen ka aspekti financiar mbi 86 milion euro. I përmbledha të gjitha 4 dëmet pothuajse kryesore, cilat niveli qendror ja ka shkaktuar nivelit lokal ka aspekti financiar. Dhe paramendojmë tash, shumica absolute e këtyre mjeteve do të miren nga investimet kapitale, nga subvencionet, nga mallrat dhe shërbimet, dhe çka do të munden kryetarët e komunave të investojnë në komunat e tyre përkatëse. Do të thonë, nëse vazhdon një trend i tillë dhe nëse vazhdon një papërgjegjësi totale e nivelit qendror kundrallë komunave, shumë shpejt komunat mund të shndrohen në njësi administrative, cilat nuk do të kenë mjete financiare për investime kapitale, për mallra, shërbime dhe subvencione, dhe do të janë përgjegjës vetëm për shpërndarjen e certifikatave të lindjes dhe certifikatave tjera. Pra, ky është një dëm kolosal, i cili është duke ju shkaktuar komunave me qëllim dhe me vedije. Pse po e thon me qëllim dhe me vedije? Nëse Ministri Murati e ka marrë gjykimin e gjykatës kushtetuese, ku duhet t'ja paguajë normën e përvojës punës zyrtarëve publik nga 0.25 në 0.5%, pse nuk e ka zbatuar? Nuk ka asnjë përgjegjësi institucionale. Ministri Elbert Krasniqi, i cili është përgjegjës për ndarjet buxhetore për skemën e grantit performancës, në vend që t'ja jap 5 komunave përfituese 4 milion euro nga granti performancës, i cili është i parapar me ligjin për ndarjet buxhetore për 2026, dhe ne vlerësojmë dhe konsiderojmë që ky veprim është bërë në mënyrë të paligjshme, sepse për t'i marrë ato 2 milion euro nga i kod buxhetor është dashur të bëhet rishikimi i buxhetit për vitin 2026. Dhe duke marrë parasysh që kontratat kolektive nuk janë nënshkruar nga komunat, po nga niveli qendror, atëherë kjo është edhe përgjegjësi institucionale në nivelit qendror. 24 milion euro, cilat komunat do të jenë të obliguara t'i ndajnë për mësimdhënësit.
është dashur që të bëhet një strategji që shkallë të eliminohet ky problem apo të minimizohet ky problem. Mirë po, niveli qendror në mënyrë arbitrare ka marrë vendim që këto 24 milion euro komuna duhet t'i ndajnë për të mbuluar kostën e mësimdhënësve të cilët janë me kontrata. Nuk mundesh ta shkëputësh kontratën një anshëm dhe në mënyrë arbitrare me një mësimdhës sepse ai mësimdhës do t'i shfrytëzojë procedurat ligjore dhe do t'i përfitojë ato mjete financiare. Po përveç atyre që do t'i përfitojë, do të avokat dhe përmbarues do të fitojnë një përqindje deri në 30%. Gjithashtu, kjo përqindje e avokatëve, procedurave gjyqësore dhe përmbaruesve është e njëjtë edhe për mos zbatimin e vendimit gjykatës kushtetuese për normën e përvojës punës nga 0.25 në 0.5%. Do të thonë, përveç që po dëmtohet buxheti komunal, po dëmtohet edhe buxheti i shtetit, sepse reagimi, përgjegjësia institucionale është duke munguar dhe në përgjithësi, kryetarët e komunave janë duke u ankuar që nuk do të kenë mjete financiare për zbatimin e projekteve, cilat i kanë paraparë me buxhetet komunale, cilat janë aprovuar në shtator të vitit kaluar për këtë vit.